kemi tokat tona, po kjo është tokë e përbashkët. E juaj apo e E përbashkët përbashkët? e trashëguar. E trashëguar. Diçka trashëguar këtu, unë nuk e di se si bën këto vendime të shteti atje, do të thonë Po Europa. pra se kjo është pyetja, si përfundoi tokë shteti kur ju e keni trashëguar? Kjo është tokë me rajk atuni edhe vakuf, i thomi ta thashë edhe më parë, Po, që quhet vakuf. Këto mirë mos e preki askush. pra tokë vakëf, tokë Vakuf Zhinov të ndësh, të zaptësh këtë pronë. Po ato nuk kanë dinë imam. Sepse kjo është e zgjidhe. Nuk është për shembull se ma merr mua. Jam i doptër, ma merr tjetër, ja merr brezave që vinë. Edhe ki ka zgjerë një paket malësh. Le ta bëj fushin e gjërisë mal, edhe le ta zaptojnë në fund, vërtet. Po kjo fush. Si e vë zbatim ligjin e paketës malëve në fush gjërisë. Mund mësova që e ka dhënë me ankand, ë? Po në kanë se kështu. Pikës parin e si që deklaruar dhe këta tjerët, kina ka lënë ne pa certifikata pronësie. Kemi këtë banorë s'kemi, edhe shtëpiat i kemi hava. S'ka certifikat. Po ki nxjerr certifikatën e pronësisë, do të thonë me rast ka tunit ja bën në mënyrë më të shpejtë të mundshme, i bën certifikatë dhe nxjerr në ankat. Pra certifikata i bëhet gjithmonë kur i merret toka fshatari. Po e bën sikur të doj vet. Po kjo është shkelje ligji një. Megjithatë, këtu do ndërhyjnë sepse populli Ju vetë çoni në gjykat? do të shkojmë patjetër. Do t'i bëjmë letrat edhe në spak do të shim. E kuptoj. Do t'i drejtojmë edhe se ka shkelje ligji. Kujt ja mori të drejtën bashkia që këtë ta bëj pronë të veten. Sepse ajo dihet publikisht, nuk është për se e them. Kjo është trashëgimuar nga brezat që e më pashëm. Kujt ja mori, kujt i tha që kjo është pronë imja? Askujt. Thjesht e privatizon, e nxjerr në ankont, ja jep oligarkëve se ato i kanë mundësi të bëjnë diçka këtu. Po bën diçka po mua më kufizon. Pra po thua këta që i kanë këtu, këta nuk janë pronar të vërtet, ë? Jo. Ka njerëz të tjerë mbrapa. S'bën çka pronar vërtet. Pastaj këtu vinë fëmijët. Kjo është si thosh shesh edhe për të luajtur fëmijët. Vinë nga emigracioni, dalin bëjnë në për festa, ditë vere, bajram, në vrus, dalin këtu në fush për të s'lojnë me lëviz. Nëse ne e në verhëzë na i mori pronat kret, i mori shtetërore, po të pak të na lindë të shkelim ta. Kur si kita zapton, e ne nuk lënë me shkel. Kje zapton kret, kje bo privat kret. Nëse dikur e vetë është, unë të ta morë, po dili punoj, dhe t'ja 5 lek ashtë të... Po tu kjo është më i keq se Enveri. Më keq se Enveri, kjo problem. Dhe ki tot e zapton këtë, s'len me shkel. Tot më s'ka nuk, po si... Ta marrë vesh, ta marrë vesh. Ndaj lutemi, ju falenderojmë ju si media që ngrini zonën e Unë qytetarëve. ju pash në protest dhe ju pash tek portali Bulqiza ime. Për qenë transparent. Unë duhet jem shumë transparent sepse diku e shoh. Sepse unë si gazetar duhet ta shoh se unë nuk e di se ku i pikon çatia shqiptarëve. Unë shoh protestën, ndjek protestën dhe vi. Faleminderit. Besoj që nuk do të bëhet, sepse do thonë rezistenca ne do rezistojmë, as sa mundësi kemi për të rezistuar. Edhe nuk do të realizojnë. Po mua më thanë që ka edhe fshatra të tjera që kanë dhënë tokat me ankand. Nuk jeni vetëm ju. Po është tokë nostren. Po dhe aty u bë përplasje fizike. Edhe nostren mali. Po mirë aty është mal akrosika, nuk kemi Binte po kene, ne shkon aty. Po atje ka asur në kundërshti apo jo? Kundërshti fizike edhe atje. Edhe nostren. Nuk e arritet aty. Jo, fush, nuk është mole. Edhe në Koçaj do japi për ujin edhe atje ngritur. I pru atje ta fus. Atje ka rezistencë. Kjo bashkia juaj, a ju dëgjon? Bashkia po këtu ti the strumullari. Orion. Strumullari është e Roma, s'ka punë bashkia. E kjo Belinda Balloku, o Belinda, ka vu Belinda atë. Na ka pru bashkë. Se Belinda e pru, se s'mërë të vota. Ajo së në madhe rrështë dhe veta. Faleminderit. Rrofsh, faleminderit. Se do shkojmë në publicitet. Shefe qarë thoshin. Dhe aji firmë që dhe vje këtu, i dhon ka bashkis, sa i dhon ka 1.200.000 lek, pare vjetra. 1.200.000 lek? Në sejnë, thotë, ja dhon ka bashkis në vit, thoshin. Po. Ja dhon ka bashkis për të maj bashkin kom, se pak bashkia ka minjerën atë e Bulqiza. Po? Mu mërë taksat atine për njerëzit. Rentën minerale, po? Po vjen e në merë fushën e gjeri, këtu fushën tonë,
për të pasuru bashkia me 1 Për 1.200.000 do jepet gjithë tokë? Po pa para e merr ai firma. Fitimet e kësaj toke, o ti lumë gazetari, fitimet e kësaj toke i ka oligardi që e ka morë. A u të lidhën me Berlina, Balokën e me gjithë. Nuk i merë bashkia ime, 1 milion hajtë ja punë. Hajde se i kundër 5.000. Ja pun 1 milion dhe. Për shmatë bashkia me 1 milion dhe këtjetra. Ta i merë oligardi, merë tokën time, të gjithë katunarë, fukara holëve. Bashkia merr të këtë gjë. Për 1.200.000 lekë. Ja se jemi në fund dhe do kalojmë publicitet. Po. Bashkia e merr taksën. Çfarë premton popullit që ja zapton këtë pronti? Tash au premton për shembull që të bëj panele elektrike du jap Një korrent. Ka milionet mu, jo është. A ne po tu për 5 vjet. Ne sa taksat i merr bashkia. Për shpaj. Ka punë po. Jo hec. Ju ka thënë ai. Ato përfaqësues ishte sekretari i Këshillit Bashkiak. E kuptoj. E kuptoj. Okej. Ja. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Do rikthehemi me të tjerë banor, sepse banorët e Gjoricës poshtme po shprehen kategorikisht kundër të vijen panele në kullotat e tyre. Me njëherë pas publicitetit.